Mjeku gjerman i nxjerr jashtë loje farmacit. Hani një grusht ara çdo ditë dhe do befasoheni me përfitimet. Arrat përmbajnë shumë lëndë të rëndësishme ushqyese, të cilat do të luajnë një rol veçanërisht fal omegës 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin tonë optimal. Megjithatë, përveç shëndetit, ato janë të mira edhe për mbrojtjen e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Konkretisht, mund të parandaloni plakjen e parakohshme të lëkurës si tonel fly. Ngrënia e disa arave në ditë mund të ndihmojë në mbrojtjen e lëkurës son nga fotoplakja, me të cilën do të ndihmojë që të duket më e re dhe gjithashtu edhe më e shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Arrat janë gjithashtu të pasura me vitaminën B, e cila ndihmon në zvogëlimin e pigmenteve të lëkurës dhe ndihmon trupin të prodhojë edhe qelizat e reja, të cilat janë të mira në mbrojtjen e shëndetit të saj. Përdorimet të tilla të arrave do ju bëjnë që të keni edhe një lëkurë më të hidratuar, më të mbrojtur dhe pa komplekse, të cilat e rëndojnë atë vazhdimisht. Arrat janë një zgjedhje fantastike ushqyese edhe për lëkurën e hidratuar, duke mbajtur atë më të mbrojtur dhe gjithashtu më të freskët. Arrat janë fantastike edhe kundër irritimeve të lëkurës. Yndyrat e shëndetshme të arrat do të përmirësojnë duken e saj, por nuk janë vetëm këto efektet pozitive që do të merrni prej tyre. Arrat, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, janë shumë të dobishme për shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj edhe ekspertët i cilësojnë arrat si një zgjidhje fantastike që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Ato janë të mira për shëndetin tuaj kardiovaskular. Arrorët janë të mirë për shëndetin e zemrës dhe ulin riskun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre, por kështu do të kthehen në një aleat të vërtet të organizmit tuaj. Arrat kanë vlera fantastike. Arrorët janë të pasur kryesisht edhe me proteina edhe me disa substanca të shëndetshme, dhe duke i kombinuar si duhet në dietën tuaj, mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve të saj dhe të rrisin në vlerat e shëndetit. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3, fibra, vitaminën E. Ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë, kryesisht në formën e tyre të freskët. Vlerat që do t'i japin shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike fuqiplota në mbrojtjen e shëndetit. Arrat janë ndër arrorët më të mirë që mund të shtohet në dietën tuaj. Duke ditur kështu edhe rëndësinë e plotësimit të vlerave, ato janë të pasura me minerale, vitamina, antioksidantë dhe ushqyes të fuqishëm. Arrat janë kryesisht të mirë për të konsumuar edhe për shëndetin mendor. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tuaj tregon një lidhje të ngushtë që ato kanë në mbrojtjen e shëndetit të kujtesës. Jo më kot ato cilësohen nga ekspertët si një zgjidhje mjaft e mirë në fuqizimin e shëndetit të trurit. Nëse arrat janë ndër arrorët tuaj të preferuar, atëherë dihet se po bëni një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, jo vetëm në procesin e kujtesës, por edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik, që të ruajë kështu balancat e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë edhe si prebiotik dhe rrisin gjithashtu edhe volumin e bakterieve të mira në stomak. Arrat parandalojnë inflamacionet e ishemisë dhe të radikaleve të lira, duke i kthyer ato në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese edhe në mbrojtjen e shëndetit të stomakut. Arrat ju ngopin më shpejt dhe janë të mira gjithashtu për personat që duan të humbasin kilogramët e tepërt. Arrat përmbajnë kalori, e megjithatë janë të pasura me fibra të cilat ju mbajnë të ngopur dhe për më gjatë përshpejtojnë metabolizmin tuaj.
Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë oreksin. Arrat janë një frut ideal për shëndetin e trurit. Siç e përmendëm edhe më herët në këtë video, arrat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit dhe kujtesën dhe përqendrimin, duke qenë se ato janë të pasur me antioksidant. Ekspertët thonë se duke konsumuar arra çdo ditë në dietën tuaj, do të kthehen në një aleat të vërtet për shëndetin e trurit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Prandaj nëse doni që të merrni vlerat e plota të këtij fruti, duhet ta keni pjesë të dietës suaj në mënyrë të rregullt. Arrat janë një thesar i lëndëve ushqyese me një depo dhe një shije të vërtet të mineraleve. Janë fruta të thata që mund të bëjnë një proces që to jetë më i plot, të bëjë një person që dihet i dobët në një person që mund të marrë shumë vlera nga konsumi i tyre. Ato ndihmojnë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Arrat gjithashtu mund të konsumohen rregullisht dhe janë të përshtatshme për të mbajtur peshën tuaj nën kontroll. Kjo nuk do të thotë se duhet t'i teproni ato. Sipas ullumtimeve të publikuara në internet nga Qendra Kombëtare për Informacionin e Bioteknologjisë (NCBI), konsumi i arrave në një dietë të pasur me kalori të ulët mund të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e kilogramëve tuaj duke ju mbajtur të ngopur për më gjatë, që është pozitive edhe në evitimin e marrjes së kalorive të tepërta për reduktimin e peshës suaj. Arrat janë të pasura gjithashtu me antioksidant shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Ushqimet e pasur me antioksidant janë thelbësore për trurin dhe radikalet e lira, të cilat do t'i mbajnë sa më larg nga ju. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve si tonel-line. Arrat janë një frut fantastik të cilat mund të ndikojnë edhe në mbajtjen nën kontroll të niveleve të kolesterolit. Një nga përfitimet kryesore të ngrënieve të arrave në mënyrë të rregullt është se do të përmirësojnë gjithashtu edhe ruajtjen e kolesterolit të mirë në trup. Sipas ullumtimeve, arrat kanë efekte të ulin nivelin e kolesterolit dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të cilësohet një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Por si duhet t'i konsumoni arrat në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre? Arrat mund të përfshihen në dietën tuaj në shumë mënyra, si për shembull t'i konsumoni ashtu siç janë, t'i mbani në ujë një natë përpara dhe më pas t'i përdorni sipas nevojës suaj. Duke i mbajtur arrat në ujë do ta keni më të lehtë edhe përfitimin e vlerave të tyre, pasi stomaku do t'i tresë më lehtë dhe gjithashtu do të merrni të gjitha mineralet pozitive që do të luajnë një rol ndikim të mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Konsumi i arrave në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të cilësohet si një aleat i vërtet i organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen trupit. Arrat janë një ushqim fantastik edhe për shëndetin e trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë tek arrat ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe përmirësimin e kujtesës dhe proceseve të tjera. Arrat janë një zgjidhje fantastike ushqyese edhe në luftën që mund të keni kundër depresionit, duke i kthyer ato në një produkt fantastik për fuqinë e shëndetit të trurit. Arrat janë të pasura me proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektinë dhe yndyrna të shëndetshme. Vitamina dhe mineralet që përmbajnë arrat janë të mira pasi ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të rigjenerimit të organizmit. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e numrit të qelizave dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për imunitetin. Janë një zgjidhje gjithashtu edhe në reduktimin e problemeve të kolesterolit. Ndaj duhet i konsumoni gjithmonë me kujdes dhe brenda normës së lejuar, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.